Në një dalje për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se Shqipëria është përballur me protesta të vazhdueshme dhe 10 ravatra zjarri në disa zona të vendit. Kreu i Partisë Demokratike tha se protesta qytetare kundër qeverisë po vijon pavarësisht përpjekjeve sipas tij për ta ndalur dhe përçar atë. Ajo protest është sot zëri i Shqipërisë në Europë dhe në botë, pavarësisht nga indiferenca kriminale që qeveria dhe Edi Rama dëshmojnë ndaj saj, pavarësisht nga metodat e terrorizmit politik dhe psikologjik që përdoren ndaj protestuesve, asgjë nuk do të ndalë uraganin e lirisë pa triumfuar. Berisha kritikoi qeverinë edhe për mënyrën se si po përballet me situatën e zjarreve, duke akuzuar kryeministrin dhe ministrat për indiferencën ndaj zjarrfiksëve dhe banorëve në zonat e prekura. Ai hodhi gjithashtu pretendimin se zjarret mund të lidhen me interesa ndërtimore dhe hapjen e territoreve për betonizim. Edi Rama dhe ministrat e tij rreziteshin në diell duke luajtur kumbar dhe në indiferencë të plotë të kësaj që ndodh. Por e mbi 2 javësh, me 10 qindra punojës heroik të zjarrfiksëve dhe të tjerë, janë përballur me guxim me zjarret në 4 anë të vendit. Asnjë qindark shtesë gjerë sot nuk kanë marrë përveç mashtrimeve të Edi Ramës. Në fakt, në tërësi, zjarret po i shkakton betoni dhe pa dyshim që ato kanë vetëm një synim të hapin troje për betonizime, për beton. Në vijim, kreu i Partisë Demokratike u ndalte reforma territoriale duke akuzuar qeverinë se përqendrimi i njësive vendore ka dobësuar shërbimet dhe investimet në zonat rurale. Sipas Berishës, mungesa e shërbimeve dhe investimeve ka ndikuar në largimin e banorëve nga këto zona, duke lidhur reformën edhe me probleme demografike të vendit. Partia Demokratike, tha ai, kundërshton modelin aktual dhe propozon një ndarje të re territoriale me 101 bashki me mundësi për shtim të mëtejshëm. Reforma territoriale që zhduku qindra komuna dhe bashki, faktikisht zhduku shërbimet, pikërisht atë që ka nën kryesor elaboratet apo memorandumi i Çubillovicit, zhduku shërbimet ndaj qytetarëve. Zhdukja shërbimeve bëri që ata të kenë të vështirë jetën, më të kushtueshme, të bëhen rrugë më shumë, të paguajnë më shumë për të fituar një vërtetim, një të drejtë të tyre, dhe i nxiti ata të largohen nga vendi i tyre. Ne kemi shpallur platformën tonë me 101 bashki, apo 100 bashki, me potencial për shtimin e një numri tjetër mbi bazën e diskutimeve. Ne besojmë se reforma territoriale duhet të jetë në funksion edhe të ripopullimit të Shqipërisë. Berisha paralajmëroi se nëse vazhdojnë ritmet aktuale të largimit të popullsisë, Shqipëria do të përballet me një tkurrje të mëtejshme demografike, duke kërkuar që reforma administrative të vihet në funksion të zhvillimit dhe ripopullimit të zonave të vendit.